Jeni gati të gjithë? Shpjegoj sa gjëra bazike që do i duhen për gjithë qëndrimin këtuaj në fermë. Që s'duhet i harroni kurrë. Ta fillojmë nga shtëpia. Ju pëlqeu shtëpia dje kur hyt? Po, shumë. Ashtu duhet të jetë ditë për ditë. Asnjë robë mbi krevate, mbi ato sëndukët, asnjë atlete në tokë, të gjitha duhen zhdukur. Dhoma e gjumit kup. Salloni kup, xiz siç e gjetët. Kuzhina, xiz, mbaruat gatimin, mbaruat ngrënien, xiz. Duhet të dali 24 orë televizor siç e gjetët dje. E gjetët gjithë? Yes, sir. Jo mos sër, unë. Për mua ati lartë zhoj thonë, se ati që unë zjerë jashtë, unë bëj që unë jap sugjerime, qa ka shkruar ai dhe dojë me qetësi. Shtëpia, 1, xiz, plerat, 2, i keni koshat me shenja riciklimi. Veç qelqi, veç plasmasi, veç kartoni, veç letra, veç to të përzirat si janë. Jeni të gjithë të rritur, keni qenë të pak të njerë jashtë shtetit, e dini si ndaje. Merrni vesh vetë me njëri tjetrin për plera, që mos keni më probleme. E treta, më kryesorja, kur flas unë, pavarësisht sa spaleta mund të kesh një jetë si artist, mos bë mohabet me Randi. Nara, Albi dhe Andueli do shkojnë të kecat. Po qëndroni këtu për momentin do i çoj unë. Roni, Ylli, Big Bata do të çajnë dru. Big Mama, Alba dhe Ester tek stalla e lopëve. Limi, Casey dhe Nur tek pulat. Erandi, Silvana, Frederiku dhe Andrea do bëni punë të shtëpisë dhe do gatuani për gjithë banorët e tjerë. Ju që jeni të shtëpi dhe njerë, Erandi, Silvana, Frederiku dhe Andrea, nuk keni nevojë për uniformë. Mund të largoheni që tani ju të katërt. Jo pak. Merrini ato se janë tuaja, vendosini në një vend që do i gjeni nesër se s'do jeni gjithë jetën në një fund. Rreziku ndryshon pas dite. Çe do punojmë dhe pas dite? Do premë. Hajde se i thash. Ky smerret vesh një këtë rreth. Jo, me nuk të rrejtë era. Më the dje në pushim valla. Po ti ke një prirje, s'ka letër me vetë. I merr atë dhe